Këshilla është që me injoru presionin edhe fjalët që i thonë ato. Nga sa ne dim që vajzat apo djemt janë pikërimet të Allahut. E Allahu zgjedh që shka orën dhe ajetet që dikuj me dhonë vetëm vajza, dikuj me dhonë vetëm djem, e dikuj me dhonë për dy gjinive. Kjo është dëshira Allahut. Dhe përdej sa kjo është dëshira Allahut, atë elhamdulillah ne jemi të kënaqur me atë që Allah ka zgjedhur për neve. Kuptohet, njerëz të na hala kanë këtë mentalitet që dojnë patjetër djalë, patjetër domthon me pas një djalë, domthon si pasardhës se kështu më radh. Mirë po, domthon kjo nuk ka kur fare rëndësi sa i përket fesë. Pra arsye se çu ka thënë Shej Fauzani, një vajzë mirë është më e mirë se sa 10 djem, nëse nuk janë të mirë. Gjithashtu për janë ka kush i rrit 3 vajza, i edukon, kujdeset për to, ka xhenet. Ka thonë edhe 2, ka thonë edhe 2. Ka unë tek shumë pyet edhe një, kishte thonë edhe një. Po është e rëndësishme është rritja, edukimi edhe kujdesi ndaj vajzave. Po është ti do të realisht më kanë kënaqshme që Allah ta ka shëlni deri xhenetit, me fitu xhenetin përmes edukimit edhe rritjes së vajzave. Kuptohet, nëse e përmbush këtë detyrë këtë përgjegjësi ç'do të. Dhe jo domethënë më mërzit për shkak të fjalës njerëzve se ata nuk e dinë këtë gjë. Pra ata janë njerëz që kanë një ignorancë, do mos dije rreth fesë, rreth këtyre çështjeve dhe domethënë gjykojnë vetëm bazë traditave ose bazë domethënë rreth të cilën janë edhe kuptohet kjo është domethënë po kuptoj shumë mirë presionin që linje mirë, po ti mundohu me ignoru, domethënë mundohu mos fjalët e ty mos më dëgju fare. Edhe domethënë me kanë kënaqur me atë që Allah ka zgjedhur për ty. Ka se kjo është dëshira e Allahut, ajo që cakton Allah për neve është më e mira. Më e mirë se sa zgjedhja jonë që e bëjmë për veten tonë. Edhe domethënë kur njeri është i kënaqur me caktimin e Allahut, Allah e domethënë jep kënaqësi, jep bereqet në atë që ja ka dhënë. Do ka shumë raste domethënë që njerëz cilët po kanë tentuar, janë munduar kanë vujt shumë me pas një djalë për shembull. Mas një kohë kur u rrit ai djalë u boi pa dëgjueshëm, kanë dosh me pas dekta djalë. S'kan dosh hiç me pas djalë. Po njëri mundet mos provuar në këtë mënyrë. Kështu që njeriu po do të më kanë i kënaqur me caktimin edhe kaderin që e ka bëu Allahu për to. Nëse Allah t'i jep djem, elhamdullah, nëse t'i jep vajzë, elhamdullah. Nëse jep 2 gjinit, prapë elhamdullah, pra ne jemi musliman. Edhe çysh han pra i dorëzohemi gjykimeve të Allahut edhe vendimeve të tij. Qofshin gjykime fetare apo gjykimeve të kaderit të Allahut. Po vendimeve të tij ne i dorëzohemi dhe i pranojmë edhe jemi të kënaqur.